Ju përshëndes zonja dhe zotrinj, juftoj të na ndiqni, jemi në minutat në këndin e të ftuarit. Më lejoni ta prezantoj më njëherë, është zoti Lefter Maliqi, ish deputet Mirësevini. Përshëndetje Knesi. Maliqi, si e vlerësoni situatën aktuale politike në vend? Apo shkon drejt një krize më të thellë, zgjidhje së krizës, bazuar edhe në çfarë artikulohet nga opozita, jemi në kilometrin e fundit, thoni ju, të rrëzimit të regjimit? Radh parë nëpërmjet studios tuaj, meqense sot është vit përkujtimor për iniciativën e ish presidentit Meta dhe ju uroj lirim sa më të shpejt në paraburgimi politik i Rama Durrës dhe më kujtohet 2 marsi 2020-s, 5 vjet, 6 vjet më parë kur mblodhi popullin në mbrojtje të kushtetutës. Të gjithë shqiptarët e dinë që ka pasur një betejë të fortë si president në mbrojtje të kushtetutës, por edhe si kryetar parlamenti pati një rol të rëndësishëm për miratimin e reformës në drejtësi, e cila u kap më pas nga Rama me 140 vota, krijimin e SPAK-ut dhe betejën e tij ligjore deri në Venecia. Por atë ditë populli opozitar dhe shqiptar ku vëshoi Tirana priste në presidentit dekretin e shpërndarjes parlamentit. Të vetmi gabim që unë edhe shumë të tjerë e kishte këtë kompetencë presidenti, se mbaj mend që dhe në atë kohë ky ishte thelbi i diskursit. Do kalonte në amulli me të dhënë të dekret, atëherë do të ishin protestat më të fuqishme dhe ky dekret do të ishte në fuqi, pavarësisht se unë atë kohë kam qenë në parlament. Kështu që një urim special është për ish presidentin dhe sa më shpejt me fjalë të mbaroj ky gjyq politik ndaj tij. Lidhur me situatën politike në vend, po vi nga qarku i Beradit, po si qarku i Beradit është gjithë Shqipëria, përveç Tiranës që ka një mbipullim për shkak të huajve, po dhe të oligarkisë, ndërtimeve, pastrimit parave, lavatriçës së parave me radhë. Situata është shumë e rëndë, si politike, ashtu e ekonomike dhe pasigurisë totale. Rrugët pothuajse në pjesët më të madhe dhe ju si media e keni pasqyruar që janë shkatruar. De facto qeveria është e rrëzuar, por Rama po luan që në 2020 thuaj kjo, Maliqi. Po që në 2020 duhesh ky reagim. Po ja ku jemi sërish. Jemi sërish sepse e kam thënë dhe them që më pas Rama me fjalë bëri pamundur me kapjen e reformës së drejtësi për arrestimin në shtëpi, arrest shtëpie të liderit Berisha, më pas edhe arrestimin banditesk ndaj zotit Meta, çarjen e opozitës, futjen në zgjedhjet lokale në 2023 pa logo, pa financim, pa komisioner numërues dhe KZZ, dhe bëri të mundur, se unë kam thënë që dëm më i madh i opozitës ka qenë shitja e pushtetit vendor. Pa pushtet vendor nuk mund të fitosh dot kollaj pushtetin qendror, sepse pushteti lokal është ai që i shërben drejt për drejt njerëzve në lokalitetet që ata jetojnë dhe banojnë. Kështu që jemi në këtë situatë tani, në këto kriza të mëdha, skandalesh, ku qeveria sa një ministër, sa një sekretar i përgjithshëm apo zëvendësministër apo drejtor përgjithshëm apo kryetar bashkie janë në hetim, në akuzë, në arrest e me radhë, dhe te momenti final ku në të gjitha të dhënat të çojnë tek një emër, tek kreu organizatës kriminale, zoti Rama, i cili është koka e krimit, e skandaleve, e korrupsionit, e lobingjeve me parat e pista edhe të trafiqeve, edhe me ndërkombëtarët, me fjalë kundra opozitës. E kam thënë dhe them që i shiti gjithë, e shiti dhe prodën. Ky vetëm për karrikën e vet edhe fëmijët shet. Rastësi që u shkarkua një ditë pasi protestuan. Po kjo sepse ky po jep sinjale që ja unë po i shkarkoj një nga një, dhe vetë gjithë për lëvizja e opozitës është që për mbrojtjen e votës së lirë, kundër masakrës elektorale, për këto skandale, krim, korrupsion,
Maliqi, ju mendoni që këto shkarkime bëhen për shkak të presionit të protestave, të aksionit opozitar, apo janë për shkak të problemeve apo interesave të brendshme? Apo një makjazh që bëhet her pas here? Unë mendoj që është një makjazh, propagandë. Sigurisht që edhe interesat e krimit janë, sepse Agasi e ka emëruar, ishte një ndër kryesorët në emërimin e drejtuesit të policisë apo bandat e Elbasanit. Por Rama po tërheq vëmendjen me këto lëvizje, sepse nuk do të ikin vetë. Unë kam thënë dhe them që Rama nuk ikën me të mirë. Prandaj këto protesta, këto revolta do të jenë edhe më të ashpra, edhe më të vendosura, edhe më të qëndrueshme. Fatikisht 3 protestat e fundit janë përshkallëzuar, në krahasim me ato të parat kur unë edhe në studion tuaj po dhe kudo kam thënë që ka ikur koha dritave të ndezura dhe fjalimeve në podium, po ka ardhur koha e një aksioni tjetër opozitar, me fjalë, në mënyrë që të nxitet sa më shumë shoqëria shqiptare, të gjithë opozita, por edhe njerëzit e zhgënjur. Protesta e fundit Maliqi ishte pa fjalime, pa podium. Si e gjykoni organizimin e saj? Jo, protesta e fundit pati një jon, pavarësisht se atë ditë ndodhi dhe ngjarja në Iran dhe mediat ndërkombëtare ishin fokusuar tek lufta që u bën në Iran me operacioni izraelito-amerikan, por dhe vazhdon edhe sot e kësaj dite, por do t'ju them që krahas protestës, që cila do t'jetë nuk e di në ditët shumë shpejt, mund t'jetë brenda kësaj jave, nuk do të ketë vonesë, do të ketë vendimarrje edhe më të forta. Unë kam thënë që janë gjitha opsionet, që nga greva e urisë, qëndrueshmëria, edhe drejt marshimit, drejt surrelit, e thash edhe në media, edhe aty në protest kur isha. Kështu që këto lëvizjet që ka bërë Rama nuk përbëjnë asnjë lajm për opozitën, sepse opozita kërkon largimin e Ramës. Rama është edhe drejtor përgjithshëm policie, edhe ministër rendi, edhe zëvendës kryeministër, edhe ministër dhe çdo gjë, dhe kryebashkiak madje. I ka marrë të gjitha kompetencat e tij. Ka vjedhur në mënyrë të tmerrshme, sa po shemen hura e po shemen rrugë. Skandale, ka mbaruar çdo gjë këtu, me shëndetësi, me arsim, janë mbyllur shkolla, qendra shtetësore, shpopullim masiv. Leku ka vajtur në dorën e oligarkëve, banditëve, trafikantëve, të cilët janë pjesë me qeverinë dhe masakrojnë, intimidojnë, kërcënojnë, blejnë votuesit. Prandaj jemi në këtë situatë dhe ne të gjithë betejën e kemi me këtë kreun e organizatës kriminale. Prandaj duhen vendime edhe më të forta nga opozita bashkuar, por unë them krahas kësaj duhet edhe punë e fortë të bazë, sepse kam thënë që mund të ndodhin që shumë shpejt Rama mund të thojë po, qeveri teknike për 6 muaj zgjedhje, mund të ikë dhe si kryeministër. Nuk është gati opozita. Mund të ikë dhe kryeministër, prandaj po them që opozita do të jetë shumë vigjilente edhe në bazë, sepse një fitore tjetër, nuk po themi se fiton kur 83, po sikur të ndodhin, që të dalin prapë forcë e parë, me 69, 70, 71 ku di unë, me fjalë nuk është mirë, me fjalë për opozitën dhe për gjithë të mund dhe djes të demokratëve, opozitarëve, në për protesta, në për rrugë, pa punë e me radhë. Prandaj duhet dhe mendoj dhe besoj që të ngullet këngë edhe të reforma territoriale dhe reforma zgjedhore, sidomos reforma zgjedhore. Listat e mbyllura janë vrastare për opozitën. Nëse ndodh përsëri me qeveri teknike, me listat të mbyllura, është shumë e vështirë fitoria, sepse njerëzit duan të votojnë njerëzit që kanë vota, duhet të votojnë njerëzit që kanë ngjyrëm, duhet të votojnë njerëzit që bëjnë për popullin. Nuk do të votojnë njerëzit që vënë me duar në xhepa dhe dalin deputet, qofshin këta majtas ore djathtas. Majtas janë në qeveri, fushatën për të majtën e bën kryebashkiaku, e bën pushteti, e bën favoret që bën, kurse sepse i kanë të gjitha pushtetet lokalizacion, kurse TPD dhe opozita bashkuar duhet shumë kujdes. Unë kam thënë dhe them, unë jam me Sali Berishën, jam me opozita bashkuar, me zotin Meta, jam me gjithë demokratët që janë pa punë, por e kam thënë dhe them që 80% e deputetëve të listat mbyllura që të gjithë opozitës, mos kujtoni ju dhe dashur demokratë se duan zgjedhjet parakoshme. Deputetët e opozitës 80%, se ka dhe nga ta që marrin vota, nuk duan sepse thonë shoqë që u bën deputet, shoqë që ishim në listë të mbyllur, edhe nuk e kemi me këtë shans. Prandaj zgjedhje të parakoshme dhe qeveri teknike do Sali Berisha, Ilir Meta, demokratët
socialistët e zhgënjur, që janë me shumicë që po na thonë ç'po bëni, kur do rrëzoni. Dhe ata që janë deputet të bëjnë deputet, po sepse jo, unë vetë nuk do bëhem deputet, po ta them, unë kam vota, edhe me votat që kam, edhe me votat që mora kundra PS-s, madje më luftoj dhe PD-s, unë kam thënë, mora 5.300 vota i vetëm. Ndërkohë që sot ke deputet me 3.000 vota, edhe në Berat apo Zigjineja me 3.000 vota, por edhe ministr me 4.000 vota si Toni Gogu e tërë me radhë, kurse unë me forcën politike të Partisë Lirisë edhe i vetëm, mora 5.300 vota në qarkun ndërqarqet më të majta të Shqipërisë. Megjithatë, unë e kam thënë dhe kudo, ja kam thënë zotit Mete, ja thënë zotit Berisha që unë nuk kërkoj më të bëhem deputet, pavarësisht se vura në listë të hapura, edhe po të isha do të jepja dorëheqje sepse do të konkurroj për kryetar bashkie. Pra unë e quaj veten lider lokal sepse kam interesa të përbashkëta me ata njerëz që kërkojnë ndryshimin në bashkinë e Grabitit të Kutçovës kur janë proces gjyqësor edhe sot e kësaj dite. Kutçovën mediat shumë pak e japin, por Kutçova është qytet i madh, futet e kategoria 2 me 60.000 banorë dhe 44.000 votues. Me ndarjen territoriale që është e qartë, në fakt, po ka ndikim apo? Çfarë do që të bëhet ndarje territoriale dhe të zmadhohet dhe të ngelet në vend, unë do dal kryetar bashkie sepse më duan demokratë ndershëm dhe socialistë ndershëm. I humba me pak vota për shkak të oligarkut Sarillari, i cili leku thon e thuin për pjet. Unë i kam bërë një 5 kallëzime në SPAK, i kam bërë dhe tjetë kallëzime në SPAK, ka bërë 2 katë ndërtim pa leje, 1 katë poshtë, por njëri Lekunatit, njërë Baxhanakut, njërë tjetrit. Vijojnë proceset gjyqësore. Fjalët po vijojnë, fjalët në SPAK ka thonë që ka një javë që është bërë gati urdhër arresti, por mbështetja e oligarkëve politikës e vonon, çfarë nuk ka bërë ai njeri në Kutçovë, Ndimal, Gurore, Lumej të Kurryer, Ujsjell, Sinecit, 4 milion euro i ka futur në xhep pa leje mjedisi në zonë të mbrojtur dhe i ashet të tjerëve, firmave xhenverxhere me radhë. Pra krimi elektoral u kap mat në ana ime, me gjithë çuçin e familjes, forcat operacionale erën gjithë në Kutçovën e majt dhe unë humba me pak vota me ndrrim kutish në fund, që do të thotë që po të deshi populli nuk e ç'a bën. Ato Kutçovën e ka lënë me tendrin me fjalë rrugët plot plera dhe qen, ndërkohë që tendri i plerave është 1 miliard e 700 milion, edhe është grupi që drejtohet nga Suel Çela. Imagjino ç'ai bëjnë Kutçovës, ndërkohë që është gjithë plera. Vjedhje të mërshme, u arrestua Marcel Shega, një administrator i grupit të Suel Çelës, dhe administratori tjetër që ka marrë këtë është djali Xhaxhait, ish kryetarit bashkisë me fjalë Sherif Kaplani, ndërkohë me fjalë që kjo firmë është themeluar nga babai i ministrit shtetit sot Ervin Demo. Pra imagjino se ku ka arritur me fjalë krimi i organizuar në atë qarkë dhe në atë bashki. Klientelizmi, nepotizmi që s'përmendet më fare sot. Këta tani mendojnë se duke pas miliarda do blejnë popullin. Pra, unë jam i bindur që po punove në bazë, këta i vë para. Po i dhe dorën qytetarit të thjesht, po i vajtën ngushëllim, po ndihmove kur ai ka nevojë në spitale me radhë, nuk ka të bëj shumë lekëve, po ka të bëj me fjalë humanizmi për kraja dhe vepra dhe gjurmë që ti ke lënë ndër vite. Dhe prandaj është kjo frikë. Por çfarë ndodh te opozita? Te opozita ndodh kjo për shkak të miliardave që kanë vënë këta pushtetar lokal edhe pushtetar qendror, këta arrin të bëjnë pazare edhe me djathën për të goditur elementet e fortë brenda djathës në zonat e majta. Pra bëjnë marrëveshje të pista në mënyrë që ta godasim Lefter Malikin, u japun një tender, u japun një diçka, një emërim, një diçka, vetëm që ky njeri mos jetë ose mos fitoj, sepse duan që bastionet e tyre mos të lëshojnë, duan që bastionet e tyre t'i kapin, t'i blejnë, t'i manipulojnë me masakër, me asfalt, me çak elektoral, me tendra gjithë me radhë. Kështu që unë marrëveshja ime është me ata banorë të Kutçovës dhe jam i bindur që do fitoj për ta ndryshuar brenda 6 muajve. Sepse këta vjedhin shumë, 8 miliardë ka grantin dhe të ardhur Bashkia e Kutçovës, 700 milion e ka pas komuna Ollakut. Me këtë që po thoni Maliqi ka gjasa të dilni kandidati pavarur? Jo, unë jam kandidati i opozitës edhe do fitoj thellë, por po them që duhet një punë shumë e madhe në bazë. Pra duhet një punë shumë e madhe me gjitha strukturat e opozitës së bashkuar dhe duhet parë njerëzit në sy, sepse mund të ketë edhe marrëveshje të fsheta, prandaj po them që kandidati për kryetar bashkie do të ketë vetë kompetencat në dorë për të vendosur komisionerët numërusët KZAZ-n, sepse një marrëveshje e rrezikshme dëmton
qindra dhe mira demokratë që t'japin votën. Aty në KZZ, në Teknomlusit e më radhë. I kemi provuar këto. Unë kam qenë në 2005 në politikë dhe kam qenë pjesë në çdo zgjedhje. Kam drejtuar fushata, 2 herë deputet, 1 herë kryetar komune dhe 2 herë kam humbur padrejtësisht edhe bashkinë edhe kësaj radhe për shkak listave të mbyllura. Prandaj po them që ka ardhur një moment i një bashkimi të madh dhe një frymë të madhe dhe në bazë, sepse një bashki minimalja ka 1 deputet plus, për mos thënë më shumë. Prandaj duhet një punë tepër e madhe. Boll vodhën kanë vjedhur shumë, kanë lekt pa parë. Unë besoj tek pjesa më e madhe e SPAK-ut, por nuk besoj te një pjesë tjetër, sepse pazaret bëhen kudo. Mbrojtjet bëhen kudo. Kur them unë që kam qenë drejtues policie, që kam arrestuar me burgim përjetshëm kriminal dhe janë dhe sot në burgjet e Shqipërisë, kur unë kam bërë 11 kallëzime në SPAK me prova dhe me fakte, se i bie që unë të futem për kallëzim të rrem. Dhe unë hende nuk po shikoj në një gjë. 5 herë jam drejtuar Dumanit në konferenca për shtyp para SPAK-ut. Një herë ju drejtova këtij të riut, besoj që ky pasi e keni bërë. Besoj, pasi kam bërë kallëzimet dhe kam marrë përgjigje nga Dumani në fund që për 4 çështje është në hetim. Po për 7 çështje të tjera s'kam përgjigje, atëherë ju drejtova Klodian Braus, besoj dhe shpresoj që ky e njeh mirë qarkun e Beratit, ka qenë dhe prokuror në Berat dhe besoj që do vendosin diçka nëse nuk ka nga drejtuesi i ri. Me fjalë ka ardhur që i bonin në dorëzim dhe po i shqyrton. Presim se çfarë do ndodhin. Por mbase shqyrtohen si të mbaroj mandati dhe një vit. I mbaroj mandati Hajdarit. Hajdari është i lidhur me Sajlarin, të dy këta njëri me tjetrin janë të lidhur sepse janë tendrat korruptiv të përbashkët. Po ju tregoj një shembull. Nuk ka SPAK mbi tokë dhe nën tokë dhe prokurori mbi tokë dhe nën tokë apo gjykat që të mbyllin një tender korruptiv që unë kam kapur të faktuar. Tendri ujësjellësit Sinecit në Lumas. Në 7 ujësjellëse janë bërë në kohën e Partisë Demokratike. Këta na bën ujësjellës të ri për të 7 fshatrat prap. Dhe pa leje mjedisi në zonë të mbrojtur sepse për të vjedhur, mbase ka dashur të bënte një resort Sarillari. Në zonë të mbrojtur pa leje mjedisi dhe në tokë të Gramshit. Dhe tani çfarë ndodh? Bëhet denoncimi në prokurorinë e SPAK-ut, prokurori i SPAK-ut Kondilli me ndryrje të oligarkisë ja çon me fjalë prokurorisë Beratit për hetim. Me fjalë për t'ia shmangur kryetarin e bashkisë dhe për t'ia lënë firmës së ndërtimit në mënyrë që firma e ka më të lehtë me fjalë për të ndryrë te prokuroria e rrethit Berat. Dhe ka 4 vjet, 5 vjet sot që prokuroria e Beratit nuk ka asnjë përgjigje, se nuk mbyllet ajo. Nuk ja mban asnjë prokurori, asnjë gjyqtari që ta mbyllin atë. Vetëm nëse asta hetojnë se zvarrisin. Asta hetojnë dhe lënë. Kishte një informacion që para një viti e shoqëruan për ta arrestuar një pronar joint venture të kësaj firme, edhe shoqëruan brenda ditës në kohën që ishte ministër Blend Çuçi. Pra, po them që këta janë të lidhur aq shumë njëri me tjetrin, saqë vjedhin taksat e qytetarëve, abuzojnë, janë përmbytur njerëzit atje dhe asnjë ndim nuk ka. Dhe jo vetëm atje, po gjithkund tjetër. Maliqi, a prisni zhvillime të tjera të forta politike ditët, javën? Sa më shpejt, sepse nëse ka vonesë, nuk është mirë për opozitën. Sa më shpejt, vendimarrje, me fjalë nëse Rama vazhdon të mbijetojë kësaj pranvere, atëherë keqardhje madhe për demokratët dhe për opozitën, situata nuk duhet mirë brenda opozitës sepse shpresë. Demokratët po presin, opozitarët po presin dhe po të shikoni këto ditë që ka filluar, këto 3 proteste fundit ka filluar nervi. Unë isha për shembull u spërkata me ujë, por e pa shumicë se si u përplas ishin shumë pak ne. Për momentin që ishin shpërndar turmat, ne ishim as 50 veta, me fjalë dhe policia erdhi për të goditur me gaz blocirës, me ujë të gjitha me radhë dhe u përplasën me ne. 50 veta u përplasën aty me gure, me çka kishim, sepse donin të godisin dhe i vun para. Pra, po them që në rastin konkret, unë jam që policë... Pra, e kemi të vështirë të menaxhojmë energjinë e qytetarëve, tha Berisha në 2 protestat e fundit. Po sigurisht, tani, një gjë du të kuptojmë, ne dim që me forcë nuk rrëzojmë qeveri. Ne nuk jemi për të marrë pushtetin me forcë. Pa, një minutë, pra ne nuk kemi për të marrë pushtet me forcë, se nuk kemi pushtetin me forcë. Ne jemi që me këto protesta, me qëndrueshmëri, të detyrojmë rrëzimin e qeverisë, jo vetëm ne nga brenda, bashkarisht edhe me ndryrën e faktorit ndërkombëtar, në mënyrë që të krijohen kushte për qeveri teknike dhe zgjedhje të lira, që do të thotë bandat kriminale, oligarkët, qeveria teknike e cila do të mbajë panashmërinë, nuk do të ketë më fuqinë për të dhënë pensionistëve 900.000 lekë, për të falur gjoba, apo për të falur
legalizime falas e gjitha me radhë, por duhet një qeveri që t'i shërbejti gjitha forcave politike, gjithë Shqipërisë dhe s'ka rrugë tjetër. Nëse nuk pranohet për qeveri teknike dhe opozita me fjalë gjynjëzohet, i bie dështim. Pra Sali Berisha e ka thënë që nuk ka rrugë tjetër dhe ne jemi, tha, gati, tha, të vëmë, tha, edhe drejt Surrelit, 25 minuta, tha, t'u themu këtyre, tha, tërvena tjetër. Pra këto janë veprime qëndrueshmërie dhe presioni, sepse protesta po ndodhin gjithë Shqipërinë. Unë jam edhe me këtë që të përshkallëzohen protestat, të jenë edhe në çdo bashki të Shqipërisë, rrugë nacionale, më se kanë filluar këta, hedhin ca të majtët, jo po hedhin kështu fishek zjarë, jo po hedhin molotove me radhë. Shikoni, pamjet filmike në Greqi, në Itali, në Spanjë, në Francë, Vietnami për plasje me policinë, digjen makina e tëra me radhë, sepse kur është në këto vende ku ka demokraci, ku ka votë lirë, ku ka siguri, po të ne që s'ekziston demokracia, po të ne që s'ekziston votë lirë, po të ne që i forti vendos bën deputetin. Sara Mile, moj, e këtë gjotja për jo, dëgjoj me vëmendje, Sara Mile merr 99% në burgun e Elbasanit. Unë kam qenë në drejtori i përgjithshëm, me zi vajta unë njëra atje, që kishte kompetencë futshë brenda. Kjo Sara pas ka vajtur pas ka takuar gjithë burgosit brenda, se nuk lejohet kandidatja një, si ishte as deputete. Si mori kjo 99% atje? Si mori kjo 8% burgun e Peqinit e me radhë? Pa ç'a ndodh? Si mori kjo 20.000 vota? Kush është kjo? Unë po bëj kaq vite që vetëm kam punuar në qarkun e Beratit, vetëm kam lënë gjurmë të mira dhe me zi mora 6.000 vota. Si marr ka kjo 20.000 vota? Pra e kuptoni se si është katandisur ky parlament, del Zegjineja atje, nami zi po themë. Si ato gratë e liga, e kam bërë parlamentin si gratë e liga. Jetimi i mirë jam unë kështu, pra ziu njëri me tjetrin dhe po tallen. Të mos fokusohet tek dhe kanë kthyer parlamentin në parlament qesharak, se ky është një turp i madh. Prandaj po kërkojmë ne, po kërkojmë qeveri teknike zgjedhje të lira. Më lejo pak se ju jeni dhe ish drejtuesi burgjeve, njihni mirë edhe rregullat e policisë së shtetit, tani duket pak paradoksale t'ju pyes, po ç'është kjo polici që pa nisur protesta thot nuk marr përsipër unë mbarvajtjen e policisë. Si del policia dhe thot unë nuk ushtroj detyrimin tim ligjor për të garantuar mbarvajtjen e protestës, si mund ta bëjmë? Pra, misioni i policisë është vendosja e rendit, edhe në protestë, por edhe në jetën e përditshme, parandalimi dhe goditja e veprimtarisë kriminale dhe e depolitizuar. Pra, ky është misioni i policisë së shtetit. Policia e shtetit tani është kthyer e politizuar, jo e gjithë, por ata të shket janë me 600.000 lekë, me 700.000 lekë rrogë atje, po drejtuesit e policisë që japin urdhër për të mbajtur vendin e punës janë kthyer në polici në shërbim të pushtetit, në luftë ndaj opozitës dhe në goditje ndaj njerëzve që mbrojnë pronat e tyre të ligjshme. Pra, Gjoba është kthyer në një polici Gjobash, vend e pa vend, në rrugisë të Tiranës e të gjitha me radhë, pra edhe që mbështet me fjalë vendimet politike, siç është përmbarimi e gjitha këto me radhë, kur idhen drejtore, kur dëmtojnë prona, siç e keni parë, të gjitha skenat, pa vendim pa gjë, që policia para se të vej, do vendim në gjykatës. Tani, ç'a të thosh me tani kur morën ish presidentin pa vendimin me vete, pa numër mes Tiranës, morën zvarr, një turp i madh dhe u dekuruan pasaj disa nga ata që bën këtë veprim, me skenare bën vetë filmimin për t'i treguar opozitës që ne marrim këtë zvarr jo me ju, Berisha në lënë atje një vit në shtëpi, pra i bën qëllimisht këto gjëra. Regjim, prandaj jemi në regjim. Jemi në një situatë të vështirë, prandaj duhet të rrëzuar ky regjim. Në mënyrë imagjino tani të paaft, servil, ajdut, imoral, me veset më të poshtra, drejtojnë bashkit, drejtojnë institucionet e shtetit, sepse lëpirs, apo themi, në kuptimin e mirë të fjalës, na mbrapa. Pra, jemi në një situatë shumë të vështirë. Prandaj ne na del si detyrë përballje frontale e madhe me të. Ç'a ndodh? Pse thot policia e shtetit që nuk e marr përsipër? Herën e parë futi kurth opozitën. Pra nuk e marr përsipër, sepse ata kishin bërë skenarin e futjes së agjentëve civil dhe të patronazistëve, se unë s'tem ka qenë gjithë policë kriminale ata, provokatorë në mënyrë që të plaseshin, po shqyqy që mbajti durimi, të plaseshin me sturmës. Edhe unë për shembull e din demokratët e Kuçovës dhe Berat që ishin me mua, i vajta një vajze na puka, edhe i thash ti më dukesh si policia, i thash unë. Më tha jo, tha, më rrinte me celular. Jo, tha, po ti je vetëm, thash unë, me çantë shpine, ç'a e këtu? Megjithatë thash unë nuk po të bëj llafe, se s'dua incident, por unë kam qenë drejtues policie dhe të njoh në që ti je e policisë dhe din tërta. Ishin demokratë aty dhe po qeshin. I thash lani mos bëni incident.
me i këta i futën qëllimisht për incidente e merat. Dhe qa bën Kurthin? Bën Kurthin që donim edhe provokimin, por edhe Kurthin që të godisin pasaj demokratët t'i fusin Kurth e merat. Kurse në rastin konkret, ata nuk e mendonin se çfarë do bënim ne. Pra hapën lajmin që do bëjmë të njëjtin gjë, por nuk e mendonim që ne do bënim patrullim në gjithë Tiranën, me fjalë marshim gjithë Tiranën, dhe ky marshim është shumë domethënës. Ky është edhe për të sensibilizuar qytetarët e Tiranës, se Tirana është ajo që të sjell rotacionin, Tirana është ajo që sjell ndryshimin. Po u ngrit populli i Tiranës, mbaroi Rama. Edhe ne besojmë dhe shpresojmë që kjo po vjen në rritje. Unë jam edhe me këtë, Sali Berisha dhe të gjithë të tjerët duhet bëjnë sa më shpejt bashkimin e madh opozitar. Beri ka bërë një rol shumë të mirë dhe ky Jasimi në takimet që ka bërë, që ka, duhet se s'bën ky bashkim i madh. Thirrja ime është Proda iku, drejtori Tiranës iku, policia e shtetit është të ruaj qetësinë, se ne protest jemi edhe për ta, jemi për dyfishimin e pagave të tyre, sepse ka proda të tjerë, por unë do të them policëve të thjesht, Rama është aq i lig, edhe për karrigën e vetë çfarë nuk bërë, çfarë nuk fal, ç'a bëri? Do rrista, do dyfishoj pagat e vetëm të FNSH-s dhe të forcave speciale, të 700 trupave, jo të policëve thjesht që janë atje. Pra, këta 700 trupa janë ata që kanë gazin lotësjellë. Këta janë ata që ndërrojnë me fjalë forcërisht. Kurse policia thjesht, po ti shikosh ata që rrin gardh aty rresht i parë, me fjalë ata të shketët janë hallë xhinj, ata marrin më shumë goditje gjithë me radhë. Dhe në momentin që vetë turma, atëherë afrohen forcat e ndryshme shpejt dhe forcat operacionale. Pra kjo është strategjia ogurzes e drejtuesve politik të policisë të lidhur me krimin dhe me këtë rilindje. Unë i bëj thirrje edhe një herë policisë shtetit të ruajnë qetësinë, të bëjnë sikur punojnë dhe të bashkohen indirekte me opozitën, sepse garancia e Partisë Demokratike dhe opozitës bashkuar është me njëherë dyfishimi i gjithë rrogës policisë shtetit, sepse ne jemi e vetmja polici në Shqipëri, me fjalë që jemi e pagat më të ulta në rajon edhe në botë madje, po në rajon. Shikosh Kosovë është 2 fish edhe më mirë gjendja, edhe me uniformë dhe me pajisje, edhe me paga dhe me kushte. Pas mesazhit që kishit për uniformat, ato uniformat që duhet ishin të shtetit, por që nuk rezultojnë ashtu, cili është mesazhi që keni për qytetarët në këtë moment? Mesazhi im është që mos kenë me frikë. Frikë është vetëm Zoti. Të dalin, e di që disa thonë që pse të vëmë të përplasemi, jemi me ju, po nuk kemi mundësi e me radhë, duhet të afrohen, duhet të sensibilizohen, duhet të bashkohen, edhe mesazhi është që duhet të ngrihen në të gjitha qytetet e Shqipërisë. Është momenti për ta, duhet të ngrihen ata apo do t'i mobilizojmë? Bashkarisht, ne do t'i mobilizojmë, edhe ne duhet vija jo, por duhet të ngrihen edhe në për qytetet ndryshme, sepse bëhet fjala për fatin e tyre. Pra, rrugët e Tiranës janë të qytetarëve jo të barbarëve, do të përshkallëzohet në rrugët e Shqipërisë. Duhet edhe në rrugët e Shqipërisë dhe kudo. Duhet edhe grevurie, duhet edhe ajo që thamë në drejt Surrelit, duhet edhe në gjithë Shqipërinë, sepse nuk ka më kohë. Marsi, prilli duhet të jetë vendimtar. Nëse këto 2 muaj nuk janë vendimtare, atëherë ne po i lëm kohë këtij mafiozi me skenaret e tij, me aktrimet e tij, me metoda përçarëse brenda opozitës, se kë nuk mbahet. E kujtoni atë lëvizjen e studentëve para 2 vjetësh, me fjalë që tha me vun para studentët, e kryen puna arriti ti përçaj, ti blej, ti intimidoj studentët, bënte aktrim, bënte sikur i dëgjonte e me radhë. Ai vetë është i shfazuar, gjithë besnikët e tij i ka shitur, por një pjesë dhe i ikën, se e kuptuan kush ishte. Pra, ajo Vali Bishga iku vetë, sepse e kuptoi që po i vinte fundi, Endri Fuga iku vetë, pasi e përdori për aktrime të remerat, se po i vinte fundi, e një Lagacin e shiti, me cili bënte marrëveshjet pazaret e merad, Balluku ja mblodhi ja bëri 8-2, se ajo e merr me vete, nuk e lëshon, nuk i heq imunitetin. Ahmeta ju tregua i zgjuar që u largoti si do kishte pësuar kush e di në burgjet e Shqipërisë, siç ka thënë dhe i rrezikohesh jeta. Të gjitha akuzat që tha Ahmetaj dolën tani të faktura, madje drejt e porti Durrësit që vajti Spaku, Lefter Kokon u tall, piu birrat i dhe futin burg, Erion Velian e keq përdori e me radhë, Dako, Blako e çanta me akullore me tepsi çaj mori i futi të gjithë në burg, ish drejtoret e përgjithshëm policisë ka keq përdorur e me radhë, Partinë Socialiste e spastroi dhe Pan Majkon
kishte aty Petro Koçin me radhë i Oqi, tani ka ngel vetëm Erioni, aty i ka ngel dhe Blen Klosi, që e përdor, Klosin sigurisht. Pra nuk ka me edhe qeverin e pastroj, nuk ka me asnjë socialist, ka disa relindas që i komandon vetë me dorën e krimit të organizuar bandave dhe oligarkëve. Ky njeri i pa shpirt mizor i fateve të Shqipërisë duhet largohet një saat e parë dhe ky misioni është jo vetëm i opozitës, por i gjithë shqiptarëve. Maliqi, ju falenderoj. Merci. Ishim me Lefter Maliqin, zonja dhe zotrinj, ju përpoqëm të prekim disa nga momentet e rëndësishme të aktualitetit politik dhe jo vetëm, ju falenderojmë për vëmendjen tuaj.